Mirdita. Dje mas dite, siç e panë shqiptarët, u zhvillua para syve të tyre një takim në të gjithë përmasat e tij, tiparet dhe frymen. Sikur Totorino takonte bashkëpunëtorët e tij. Ky takim në të cilin nga analiza e ftyrave, ju nuk do të gjeni dot asnjë buzëqeshje, asnjë lëvizje koke, asnjë reagim, sikur të ishte një takim mortor dhe i tillë ishte festa e farsës elektorale. Ky takim me narko deputetët e tij, me përfaqësuesit e bandave më të rrezikshme të Shqipërisë, rajonit dhe Europës, karteleve të drogës, kartelit Troplin, Arken Ballën, Ani Dyrmishin, Drazhin e të tjerë, Sara Milën dhe grupin e kartelit të Elbasanit, përfaqësuesit e shytëve, Julianit të Pashakos, Renato Salih dhe Arben Qimes, përkatësisht Klosi, Tezaku apo jo Tezaku, kush i merr vesh ato për i Belinc, Klodian Jahja, Koreshi dhe përfaqësues të tjerë, të Bajrëve, të Tukut, përkatësisht Shkodër dhe Lezhë. Pra, ky ishte tërmet peçve dhe shumë përfaqësuesve të tjerë të botës së krimit. Në këtë takim, Edi Rama u tha shqiptarëve se Kërbaçi i tij është spaku. Lvizni po desh, u tha atyre. Ja ku e keni spakun, që është në duart e mia, duke ditur se ata janë një sërim përfaqësues të krimit. Ai spakun nuk ja u tregoi vetëm atyre, po ja u tregoi patronëve të tyre të vërtet, që i nxorën deputet në lista. Nuk kishte edhe Enver Hoxha një takim të tillë kërcënues vështirë se do të arrinte. Ai foli për Altinin
një lloj si Enveri për Arianitin. Pra, shqiptarët mësuar se farsa elektorale prodhoi një narkoparlament i cili nisi ditën, mbledhjen, pa hyrë akoma në sallë, duke vishkluar me skapin si kam zhik të partisë të tij. Për sa u përket etiketave që përdori Edi Rama, unë i them kaq, që ka futur vendin në një fazë të re si kur më parë, në 32 vite. Dhe e garantoj se mira shqiptarë që e kanë tashmë të qartë se kanë tek Edi Rama armikun e betuar të votës së lirë, nuk do t'ja falin kur ati këtë farsë elektorale. Si kundër, shprehbindjen dhe besimin tim se raporti i komunitetit ndërkombëtar kundër të cilit Edi Rama po paguën shuma të jashtëzakonshme për ta ndryshuar, telefonatat pafundme, por nuk do t'ja arrijë. Raporti do t'jetë pasqyra më e vërtet e kësaj farse, për të cilën dhe njëherë fjalen do t'a kenë shqiptarët. Ka vetëm një rrugë, largimin e Edi Ramës, qeveri teknike dhe përsëritje e zgjedhjeve. Asnjë alternativë tjetër nuk shpëton shqiptarët nga farsa elektorale e instaluar në Shqipëri.